Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka reaguar sërish nga qelia, duke shpjeguar dhe episodin që ai ka patur me një nga agentët e BK-s. Sipas dosjes së prokurorisë së posaçme, kryebashkiaku i ka dërguar mesazhe agentit të Byros Kombëtare të Hetimit për ta intimiduar. Por nga ana tjetër Velia i shkruan se zyrtari i këtij institucioni i ka shkruar në aplikacionin WhatsApp e Jola Xoxës ditën e shtunë, duke i thënë që të paraqitet në SPAK. Kryebashkiaku shton se ai ka shkruar Samet Gurgurit, pasi sipas tij ky i fundit dhe prokurori Olz Dado po i përndiqnin familjen. Duke qenë se u bë e përsëritur që sapo largohesha nga jashtë vendit, Olsi i sulej familjes sime, i shkruaj me SMS këtij Sametit. Është ditë e shtunë, sabat, shabat, edhe Perëndia pushoi të shtunën. Dhe i kujtoj se është turp kjo përndjekje e përsëritur e sim shoqe, sapo unë largohem nga vendi. E i them Olz Dados, bolle molestove gruan time. Velia i shpreh se pas këtyre sulmeve të prokurorit Olz Dado dhe agentit të BK-s Samet Gurguri, qëndron Sali Berisha. Bëra edhe një kërkim në Google këtij Sameti dhe më doli një specialist në Spitalin e Fierit, aktivisti i Partisë Demokratike Dega Libofsh dhe komentuesi rregull kundër partizanëve, antifashistëve dhe komunistëve gjakatar. Jam gjithashtu i ngazëllyer që aktivisti Sameti japin Partisë së Kënetës kohën, energjinë dhe statuset e tyre. Gjaku i ri për kërma si Saliu është jetik për mbijetesën e kufomës së tij politike. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ngre pretendime se janë përdorur dy standarde. Por si zyrtar shtetëror, Sameti duhet çojë një fletëthirrje me letër e me vul, siç ja çon çdo vrasësi, e siç do duhet ja çonte edhe plasësit Shkëlzen apo vrasësit Sali. Nuk besoj se Sameti atyre u shkruan o Sali ose o Zeno, siç më thot mua o Erion. Dhe nuk besoj, jo, se e zgjon Arminën apo Lirin të shtunave në mëngjes, pasi i kanë mbajtur nga 9 orë më parë. S'diti këtë thirrur ndonjëherë, megjithse për fondacione jo transparente dhe mbathje transparente janë nona, për t'u thënë, e janë edhe i herë kënej nga SPAK-u. Sipas Erion Veliajt, agenti i BK-s ka shkuar në ambientet e bashkisë me datën 31 dhjetor, ka qëndruar deri në orën 18 dhe ka marrë të gjitha dokumentet që ka kërkuar.